Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 11 në Radio Televizioni Publik të Kosovës. E nisim këtë edicion me një lajm të fundit nga bota. Presidenti Amerikan Donald Trump njoftoi për një goditje të gjerë të Shteteve të Bashkuara ndaj Venezuelës, ku sipas tij presidenti Nicolas Maduro dhe bashkëshortja e tij janë kapur dhe janë larguar nga vendi. Ai bëri të ditur se operacioni u realizua në bashkëpunim me organet amerikane të zbatimit të ligjit dhe se do të mbahet një konferencë për media në Mar-a-Lago. Të paktën 7 shpërthime janë regjistruar në Caracas në orët e para të mëngjesit, bashkë me fluturime ajrore në lartësi të ulët, duke shkaktuar panikë mes banorëve. Qeveria e Venezuelës akuzon SBA-n për agresion ushtarak, ndërsa FA ka ndaluar fluturimet amerikane mbi hapësirën ajrore të vendit. Autoritetet lokale raportojnë ndërprerje të energjisë elektrike dhe prezencë pranë bazave ushtarake. Në Akademinë e Shkencave dhe të Arteve të Kosovës u mbajt një mbledhje komemorative për akademiku Nejat Daci, i cili u nda nga jeta në moshën 81 vjeçare. Personalitete akademike, politike dhe familjar përkujtuan jetën dhe veprën e tij, ndërsa lamtumira e fundit i është dhënë të premtëm me ceremoni shtetërore dhe është varrosur në lagjen Arbria në Prishtinë. Ai përfaqëson brezën e intelektualëve që përmes dijes dhe autoritetit akademik kontribuon në ndërtimin e themeljeve të shtetit, të institucioneve të tij. Kontributi i tij nuk kufizohet vetëm në fushën e studimeve dhe kërkimeve shkencore, por shtrihet edhe në ndërtimin dhe forcimin e institucioneve akademike, në përfaqësimin e dinjitos të dijes kosovare dhe në edukimin e brezave të rinj. Me plot të drejtë, mund të thuhet se ai përveç se ishte korifeu i kimisë në Kosovë, ai me përkushtimin e vazhdueshëm ndaj kauzës kombëtare, po ashtu ishte edhe figurë kyçe e shtetë ndërtimit të Kosovës. Akademik Daci, në kohë dhe hapësirë, më së miri, diti dhe pati shumë sukses, të ndërtoi projektin e nevojave të shoqërisë kosovare në sferën e ulëmtimeve shkencore në arsim dhe edukim. Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës nuk ishte për të thjesht një institucion, ishte shtëpia e tij e dytë, ameti i tij intelektual dhe simboli i qëndrueshmërisë së dijes shqiptare. Në kohrat më të errta gjatë okupimit dhe luftës, ajo vetëm udhëhoqi akademinë, e mbrojti, e ruajti me guxim, urtësi dhe sakrificë personale. Ai besonte thellë se institucionet e dijes janë shtylla e identitetit kombëtar dhe themele mbi të cilat ndërtohet e ardhmja e një shoqërie. Numrimi i votave për kandidat për deputet po shkon drejt fundit. Deri tani, sipas faqes së KQZ-s, janë publikuar mbi 99% e rezultateve preliminare. Nga ana tjetër, në qendrën e numrimit dhe rezultateve, ka filluar numrimi i flet votimeve nga votimi jashtë Kosovës. Fillimisht po numrohen votat nga përfaqësitë diplomatike e më pas do të vazhdohet me votat e ardhura me post, atyre me kusht dhe të personave me nevoja të veçanta. Që nga shkurti i vitit që lan pas, legislativi u ballafaqua me situata dhe ngërç institucional. Pas zgjedhjeve të shkurtit 2025, asnjëra prej partive nuk kishte siguruar shumicën për të udhëhequr vetë, e mospajtimet për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit krijuan bllokadë. Ndërto edhe marrëveshjet ndërkombëtare për të cilat kërkohen 2/3 e votave në kuvend. Kritikat nga faktori ndërkombëtar nuk munguan. E zhvillimet në kuvend padyshim që interferuar edhe në punën e ekzekutivit. Si pasojë e ngërçit në kuvend, qeveria e Kosovës gjatë vitit 2025 u përball me kufizime ligjore si qeverinë e detyrë, presion politik dhe vëmendje nga faktori ndërkombëtar. Me gjithë blokadën, ekzekutivi vazhdoi të marrë vendime derisa u kritikua nga partitë ish opozitare për shkelje të ligjit. E zhvillime pati edhe në gjykatën speciale në Hagë, ku po gjykohen ish krerët e UÇK-s.
Gjatë vitit 2025, në speciale u mbajtën seanca të shumta ku u paraqitën fillimisht dëshmitarët e prokurorisë për të vazhduar pastaj me dëshmitarët e mbrojtjes, përfshirë këtu ish përfaqësues të Departamentit të Shtetit, ambasador dhe diplomat, të cilët një zëri thanë se UÇK ishte ushtri vullnetare dhe nuk ishte kryer krime për të cilat po gjykon ish drejtuesit e UÇK-s. Gjatë vitit që lan pas u mbajtën edhe protesta të shumta në vende të ndryshme të Evropës në mbrojtje të çlirimtarëve. Për më shumë se 5 vjet para burgim në dhomat e specializuara në Hag, pothuajse të gjithë të akuzuarit janë përballur me humbje të familjarëve të tyre, pa u lejuar të vinë në Kosovë për varrim apo ngushëllim. Gjatë qëndrimit në Hag, ish presidentit Hashim Thaçi i ka vdekur babai. Kadri Veselit po ashtu babai Nasim Haradinajt Vëllaj, ndërsa së fundmi edhe Sali Mustafës babai. Në të gjitha këto raste, kërkesat për vizitë në Kosovë janë refuzuar nga trupi gjykues. Përveç këtyre rasteve të akuzuarve, u janë refuzuar shumica e vizitave për lirim të përkohshëm apo vizita humanitare. Avokati i popullit në dhomat e specializuara Pietro Spera ka konstatuar se nuk ka pasur shkelje të drejtave themelore, por është kundërshtuar nga organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s, e cila vlerëson se specialja po i shkel vazhdimisht të drejtat e të akuzuarve, duke e quajtur trajtimin e tyre si të padrejtë dhe çnjerëzor. Nga janari, qytetarët e Kosovës do të paguajnë më shtrejt faturat e ujit. Autoriteti regulator i shërbimeve të ujit pas kërkesave të kompanive rajonale të ujësjellësit ka marrë vendim për rritjen e tarifave të ujit në të gjitha rajonet. Ndërsa pas festave, fluksi i qytetarëve që lën Kosovën ka shkaktuar pritje të gjata në pikat kufitare me Serbinë, më së shumti tek dheu i Bardh, Merdar dhe Jarinj. Qendra kombëtare për menaxhimin kufitar raporton kolona deri në 300 metra dhe pritje deri në 30 minuta, ndërsa pikat e tjera kufitare funksionojnë normalisht me pritje minimale. Policia e Kosovës ka raportuar se në rajonin e Prishtinës janë arrestuar disa persona për dhunë në familje, përfshi rastet në Graçanic dhe Lipjan, si dhe është raportuar vjedhje e një veture dhe arrestimi i një personi për vjedhje të rëndë në Prishtinë. Në Pejë është arrestuar një i dyshuar lidhur me një rast të vrasjes në tentativë, ndërsa në Gjakov janë shënuar disa raste të dhunës në familje dhe armbajtjes pa leje, ku janë sekuestruar armë, zjarri dhe fishek. Në Mitrovic të Jugut është raportuar një vdekje e dyshuar e një foshnjeje, ndërsa rasti po hetohet dhe trupi është dërguar për obduksion. Gjithashtu janë arrestuar persona për dhunë në familje dhe posedim të armëve pa leje. Policia njofton se ka arrestuar gjithsej 14 persona, ndërsa 9 prej tyre janë dërguar në mbajtje. Një person i kërkuar për veprën penale lëndim i letru, por është arrestuar më 3 janar në Kaçanik nga stacioni policor lokal. Pas përfundimit të procedurave, është dërguar në vuajtje të dënimit prej 90 ditësh, ndërsa policia rajonale Ferizajt thekson përkushtimin në zbatimin e urdhëresave gjyqësore. Të nderuar shikues, ishte kjo e tëra për këtë edicion të lajmeve. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe mirupafshim në edicionin e orës 13.